Kjo s'ka me kërkën konsensus as me partnerët e vetë politiksionistë. Jo, me guxoj ko punë të lëmaket. Të kishtë një Albania dhe ajo shku. O në për të kalë që kjo, o prezidente këto, po kjo shku këtu pa përfatësi, pa fuqi, pa kur gjë, ka po filma se përvim për lëbi, këtë në regull, a plos Albina, as plos Albini. Shiko, qëta filmat të sojnë, besoj janë edhe shka nëse nesër kjo shkon, pezojna në... Pezoj me një ven ku nuk është bashkë e qarë për shakë për diplomacinë Kosovare, duhet jetë aty, ajo është pezoj në Armeni, që e ven prërë ose që apë di që e në konflikt me vene që në ka një. Apo këpëtën? Unë besoj mire është për... Ose mërë vendim që me shku diçka kryen veti për Palestinë, ose kryen veti për Izrael. E këndut me vetë, vërë. Po, kjo prezidentë në kjo përfaqësues se këtë njëve që shkën me vetë, kjo nuk është sultan, kjo se ka një deputetën, po të thëmë, kjo blef diplomatik i këtoj halaliko, se kjo ka gudzim, kjo ka do një parti për gjysë, kjo do në Republikën e Kosovës. Qa ko kjo tjetër e zhe? Amo qa do të me bo... Qa do të me bo... Kjo nuk e përfaqësën aty? Ja, Valen, qa do të me bo... Ja, qa do të me bo kër je president i vendit, je legitim, vjeni ku po din nështë ta u konsultu edhe me opozitën, edhe me kurtit, asë i penges se kish pas për me shku këtu. Kjo është by default, se me thonë për detyrë zërtare. Këshyrëm të kur del rrugime për kundër në kuvend. Profesorit, Nejit, unë menoj që... Qa ta më do më thonë, se... Vjosa Osmani e ka shtru edhe ma shumë rrugën drejt mandatit të dytë përmes kësaj hipoteze. Madje, unë e kom një përshtypje që mrana vetë vendosjes tashmonihen të gjatë të obligum për shkak të kësaj hipoteze, si më thonë, diplomatike që me votu Vjosa Osmani për mandatin e dytë. Konfliktet politike, një beteje së ardhmes mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit ka me ndodhë në se cilin rast. Ato profesori po thotë që nëse ka lënë nuk bëhet presidente, ka lënë duke sulmu Albin Kurtin edhe nëse bëhet unë menoj që ka me fillu, se me thonë qasjën e saj se e kemi pa që kur dënë me marë hise dhe me u taborizu, ajo e bon shumë lehtë. Kështu që ka me nisë një front të ri ndaj Albin Kurtit. Kjo është një opcion që Albin Kurti me gjasë për vetëm në rezervë që ka është nuk ka kushzim leverage ndaj saj në momenti që e zhjithë presidente. Ama, mrana vetë vendosjes, unë e kom një përshtypje që ndihen që të obligum edhe jo për me i bo favor, si me thonë plëtsirë Vjosa Osmani, po për me majtë sigures Vjosa Osmani në marrëdhëniet me SBA dhe Trumpin. Me thonë si një urlidhse, që Vjosa Osmani tashmo e ka, si me thonë, e ka betonizu pozicionin e saj në këtë bordin e paqes për mes marrëveshjes së nënshkrume. Ajo që përthët Valioni, për mu konsultu, mos mu konsultu, ajo ka mu ratifiku marrëveshja në kuvend, aty dihet. Po për te këtyne, Valioni është mirë pak me ikë cilësimeve për që ka vesh, që fustani kuq, këshurë ka shku atje si Mishane, se ti branë. Po këne ka vetë, po të thëmë në Po s'ka nevoj me vetë. Qyme s'ka nevoj me vetë? Kon me vetë. Po një së ku këtë normal me. S'ka me vetë. Po ju dhe dytë viju vetë, a me boni të më dokumentor për Izrael. Ju e një policia morale e këtë qështisë kosovare? E kësë pas ka nevoj me vetë. Unë e tash nuk u dash me shqyrtu, a me shku ajo. A kjo marshal Tita, ku shë këtë? O Valion, ti nuk i... Po ka me vetë, më rëqë shko me vetë. Po kjo një deputet se ka. Piknisja e kritikës tonë është Vjosa. Nuk është të me shumica. Që është tam një përveçëm. Jetë konsultuar me parti opozitorë, sane, që tu kur shkësh. Ti e ki halë si Vjosën. Dhe piknisja jotë është Vjosa se jam i përveçëm. As nuk është pozita e saj, se unë të kalzova që amenoj për pismarin e saj. As nuk është pozita e në presidente, as nuk është qëndrime të tua për botën e pashe. është specifikisht për Vjosa. Po këto përvezbejnë ka dole se se ka qirë. është po Roma s'ka Se Roma këpin. Pse i inteligent vëllë? Pse? Valan. Përthejmi të tema lokale, i tema lokale. Presidente e Republikës Kosovës
pa konsultu një njeri gjallë nashta, ose më sheft, po na me ato që përshojmë të vranë, është që kjo këtu përshkëm për lobby për punën e vetë si presidente. More ftesa i ka orë Valjan, ftesa i ka orë. Që i ka bët dobija dëmë Kosovës. Una krejtë, Shkumja sa. sa i ka orë personalisht ftesa. Krejtë, dhe me Kosovë, me Francë, Kjo është presidente legjitime. Ka kanë refuzu Dobi Kosovës, po dorë dhe ka bishtin mrapa, se njerë për njëherë vetë fotografia, ajo, presidentja Kosovës, ishtë Trump, nuk është shteti i disë dosë, ma unë Të këtë që ta të brani edhe të qështja e Vjosa Osmanit Karshi Kurtit. Unë e menej që pozicioni Vjosa Osmanit për balë Kurtin e vënën në atë pozicionin që ka me bo me to. Hypset vrava, zhdrëpset vrava. Me e zgjedh presidente, me animu, me e gjithë votat, ka me pas të lash me to. Dhe të të se që e tha Adi Brani, dhe të të kjo më është e shlirume për atyne levave që mund me u shantazhu, mandatin e dytë e ka, edhe ma i gra kështu si neutron i lirë, funksionan. Tash, mos me zgjedh është edhe problemi tjetër. Do të me pranu që në skenën aktuale politike në Kosovë, nuk ka lider fatkeqësisht të përmasave që është Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, nga mbështetja popullore që e kanë. Nuk krahason këta tjerë partive opozitore me këta dy. Do të me pranu këto. Edhe nëse Vjosa Osmani, nëse mbetet jashtë presidencës, ja shkakton problemet e njëjta Albin Kurtit. Nga presidencës. Opozita e Albin Kurtit du të qenë Vjosa Osmani? Edhe si opozitja i shkakton probleme shumë. Po jo se jo nga opozita presidentët. Shiko. Jo nga opozita presidentët kur shkon me Trumpin rënguaj dhe do të me jek Albin Kurtin se... Na njohëm Vjosa Osmani, na dim çfarë karakteri politik është. Mirë po, do të me apranu që me gjithatë është fajterë. Që po i mungën opozitës. Edhe kjo mundet me ba të lash në dy pozicionet, Albin Kurtin e bën të lash. Edhe me dollë, mos me metë presidente, edhe me dollë në opozit, në të dy situatat e ka të lash. Unë e besoj që ma shumë e bën të lash në pozicionin nëse kjo del si opozitare. Nëse del jashtë funksionit të presidentës. Nëse cëllën ma shumë... Ajo që sot pra ma shumë e sigurisht kjo opozitës nuk i konvenon fare si tim, po që ditë ma shumë shtrohet pra një qështje. A duhet më rikonceptu ajo që ka quajmë opozit pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Iliri, po thot që aktualisht dy personat që mundën me peshen më të madhe të mbështetjes është Albin Kurti edhe Vjosa Osmani. Që jo do mos dëshmërisht, mundën me qenë në partneritet. Po do të me pranu. Jo, do të pavarësisht se a ki qefa ju ti këto... Do të me pranu. Unë e besoj që... A mundet kjo me qenë pra një sinjal për Vjosa Osmanin që me pa vetën që si një shans për me u inkuadru në opozit bërjen ndaj zotit Kurti. Ai problemi në çdo rast. I opozitës është shumë i thjeshtë dhe i qartë. E kanë një problem shumë madh, sepse nuk po bojnë opozit. Ti ki për shembull probleme të mëdha edhe lajme të shpeshta ku këta nuk reagojnë, nuk ndërtojnë temë, nuk ndërtojnë kauzë. Për shembull i ki veç dy të fundit për përmendje, rasti i rinomrimit të votave në Podojev. Domethënë është bllokuar që një javë për një ditë sa nisi rinomrimi 10% u kryen, dul që 10% e votave të EJOK Maqedonësit, profili ministrit dhe kandidatit tjetër Vendenis Lahu ishin vjedhura, 10%. Edhe pati pritje nëse shkon trendin një, shkojnë dhe në 2-3.000 votat vjedhuna. Tash, asnjë deklarat, asnjë postim, asnjë lajm i krijuar për opozitës me i dhënë honë që një javë bllokim i rinomrimit. Pse bllokohet rinomrimi në Podojev për një javë? Kjo prej më është e dyshim. Çfarë po ndodh? Pse do të këtë komunat më kry? E atje mu bloku procesi rinomrimit. Nuk ka deklarata tamam transparente të KQS-s se e kanë bllokuar rinomrimin në Podojev. Nisi veç 3 kategori para 2 dite, prej 10% shkojnë në 16%. Edhe këta 2 zotnit nuk ju shtuan as 2-3 vota.
që e boni halon ma dyshem procesin, edhe prap u ndërprej rinumrimin PD-jë. Tash janë veç 16%. Nuk ka reagime të opozitës. Tash, ne opozitori fort, nëse Vjosa Osmani krijan parti, unë menej që shkon ma e shkatë dhe ma e zjarë në krijimin e temave ditore të e godit për shtetit. Tjetra, për shembull me drak të deshta me dojë. Në fakt kjo është skandalore. Atë të shfrytëzon opozita. E ke pas për shembull takimin e kryeministit Kurti, që shkon e viziton këtë firmën atje. Plus, po kanë edhe ministri i ushtrisë e jo Maqedonësit. Ta shtrohet pyetja. Kryeministri ka informata ditore për akriz. Qysh shërbimi sekret i Kosovës ka që dërë, që nuk e informon kryeministrin e Kosovës, se a është që kjo firmë që për i me prodhon drona, shkon kryeministri që atje, edhe qëtë postim, të vizitova kompanin që prodhon drona, e tani del mas një muja so, edhe dela i zotnia me një vedo që është prodhu fillimisht në Kinë, e ripostan, edhe bëhat hajgore me Kosovën, edhe kjo në fakt bash i bjen e konë pjesë e luftës hibride. Ma shumë se sa që kjo hajgore nuk e di kush e zbej seriozitetin e shtetit Kosovës. Në më do t'i duke shtet hajgore në arenë ndërkombëtare. Ta është nuk me morë dikush përgjithësi. Kush i ka fojë? Nëse viziton dikën që prodhon pra një armë, nëse ky s'ka prodhon speca. Po të po thotë dronë minimalisht i çdo është. Është çështje serioze. Çështje serioze. Ti si kryeminist. Edhe e verifikuar çdo është me që. Çdo ditë kur e ka vizituar Albin Kurti që të vizitë. Unë kam informacione që kanë shku të struktura të sigurisë të vendeve të NATO-s, kanë shku me vizitu këta. Me këtyre që është puna. A është projekt serios? Disa ne janë, për shembull Ilir, për shembull edhe te Ejup Maqedonci, që është ministri i ushtrisë. Edhe FSK-ja ka ekipet e veta inteligjente. Edhe kryeministri e ka në kontroll komplet akrin. Para se me shku te prodhuesi dronave, ti e merr verifikimin a prodhon drona ky zotnia ju. Tash ose ka ro komplet shërbimi sekret. Domethënë shërbimi sekret është institucioni më serioz i një shteti, domethënë me Izraelin, me Amerikë krenuar, me shërbim sekret tyne. Plus shefi i akrizit është i Gilonit, është ai që është sikur kryeministër. Ja do të më thonë, unë jam marak me rajt për fushata, më ka thonë akria që ky s'prodhon drona, po më ka dashur një foto dhe dal rajt se kanë problem për me fitu vota, ose do të më shkarku drejtorin e zëvendës drejtorin e akrizit që e kanë informuar gabimisht. Nuk mundet këtë skandal me kalu as lehtësisht, më bëhuar të në rajonin e Evropë, edhe se ki as një postim të pozitës. As të pozita, as pushteti, pra nuk e sëran një qështje që serioze. Se s'ko arsye me sharu. Po problemi është e opozita, se ti me post të Kosovës që me thonë aktualisht jenë të zëshëm, të bëha i gare me Kosovën për shta. Ti me post deputet zëshëm opozitë. Mune dikush me mashtru dhe i sot për masa, pra po supozojmë në pranë këndërës, apo kujtohet? Sonte është dashur me post deputet opozitës në për studio televizive, postime në Facebook, TikTok, në Instagram, ka mos të kritiku këtë që i ka zënë dhe bëllon. Jo, ata janë të numru vota, tash. A vota, s'ki jam aloa, ku janë nuk po gjithë. Do në zemër këtu është kabineti Këtu foto, këtu maketa këtu, të më dhona. Shka në të foto, në të maketa? Drona më përshë. G.I. Joe. A G.I. Joe, këna i filmi që zati mosh, i kina bli për para. Pra është e qëditshme, se edhe s'ka kur farë... Shumë problematike dhe në dy rafshe. Të më thonë e para, se aspektit institucional. Leta pranojmë që edhe pse kjo bi faktet e dituna, investimet në FSK janë bo si si pjesë e një plani për gjatë parashikum investimit. Si me thonë, dikushte me armatimet në përgjithësi. Qëre plastika betë që? Në rafshin institucional, e para, unë prej këtë aftësive, nështë këtë bazike që i kom në fushën e sigurisë. Që shko mundësi që ti ekspozën armatim, kur logjika thot që ti ishdash me mshef, që mos me përgadit, që me thonë... Mos me ditë armiku. Mos me ditë armiku që farë armatimi ki, se a i përgaditet për me... Që me thonë me ta shblefcu atë loj armatimi. Të me thonë, rafshin këtë institucional, nuk e kuptoj unë qka është kjo mburje, edhe ma tragjike kur është krejtë fake news, se unë e këmë shumë zyrtarë të vëvës që e kanë pas një farë nga rënde me kallëzu. Video është të sigur që fake news, pra
video që ka postu ky zotnia, ky Ridvan Aliu, si e pat. Këm pa disa të tjerë tash. Jo, video që ka publiku ky, ku thot që droni ti ka godit cokun, pra ajo është fake news. Në rregull, do të thonë investimet, edhe çka do që të bën ti janë të mirë se ardhuna. Po duhet ish dashur me u marrë në mënyrë diskrete. E para, e dyta, kjo po kthehet në kontraefekt, më thonë se po shtet jo serioz. Ama unë besoj që nuk është bash pa sherr. Se lëvizja vetëvendosje i nxit këtë lloj propagandash për me ushqy një mas të madhe shoqërore dhe deshtëm apo s'deshtëm na kemi qef me u arktu e me u atraktu me filma të dronëve. Edhe sikur na jemi ku me ditë kushi. E me thonë, a i keni po jo çka është të ndodh, aktualisht se profa përmeni testin PISA, edhe rezultatet katastrofale në arsem e shëndetësi, po ato përdokën njerëzve si abstraktet pa prekshme. Tash, në ndërlidhje me këto, ti ekspozon çfarë hipokrizia është, sidomos pe kasës politikanëve, atyre që kanë fitu 51%, me ekspozu drona, me shku me fol atje për Aristotelin, Kantin e Millin, filozof, këni i ki pas leo një muje gjysa 2, që ti 3 shërbime bazike në këtë republikën tonë dashtëm, nuk i mujtë mi bo bashkë mërëna ditës. Ujnë, rrymën, internetin. Me thonë, që ka po me ekspozën drona dhe Kanti, Milli, Aristoteli, kap edhe për logun, këto komuna të që për menagjën. Dhe thonë, ti këj probleme elementare me bërlogun, ujnë, rrymën, internetin, edhe shkën shet filma me drona dhe Aristoteli, Kanti, Milli. Me thonë, që e ka pas buaj hoxha është një farë forë, thëtë shqitë kompira, dhe që aty, më su merë me temat më dha.